Ndërkohë që përmbes vetëm edhe pak tek fëmia, këta fëmijë të cilët normalisht ju i identifikoni me një bisedë, sepse ju jeni profesionista asaj fushë, po na si prind, në një kohë të pubertetit, të adoleshencës, janë nisin me i shfaq edhe shenja të tilla, qoftë të braktisjes së vetës, qoftë edhe të braktisjes së realitetit familjar, vëllezërve, motrave, prindërve. Si duhet me vepru në këtë rast prindrit, kur një fëmijë veç janë nis me shfaq shenja të një plagë të vjetër të braktisjes? Gjithmonë ajo që ne mundohem për shembull fëmijëve me ju ofru është gjithmonë për shembull aspektin material, kushtet më të mira, që ata me jetu mirë, me pas një jetë mirë, lodra, veshje, ushqime, shëtitje tjera. Mirë, po çka në vërtet një fëmijë don është siguri. Me jap siguri. Pra nëse na nuk arrijmë i dhon siguri fëmijës tonë, ai normalisht që gjithmonë ka mu përballë me këtë ndjenjen e braktisjes, frikën e braktisjes, sepse ai ka nevojë me u ngjit dikun ose me kanë i mbështetën për dikujt për me ndi siguri. Me besu në që ata. Me ndi siguri, me besu në atë person edhe me dashur atë person. Pra janë çto tri komponente që janë ndërlidhura me njëra tjetrën. Pra siguria, besimi dhe dashuria. Në këtë rast për shembull, nëse ne nuk po arrijmë me i dhënë siguri fëmijës tonë, atëherë normalisht që ai ka me përjetu këto gjëra me kalimin e kohës. Pra, gjithmonë për shembull, nëse fillon prej prindërve tani duke u rrit edhe me përballje tjera jashtë familjes, me shoqërinë, me partner, me punën, me gjitha angazhimet, do thotë gjithmonë ka me qenë që kjo ndjen si peng, do thotë që vazhdimisht ka me kanë e predispozuar që me u aktivizu në situata ose në rrethana të caktuara kur personi po përballet me këtë.